Përshëndetje të nderuar miq të mi. Ja ku po ritakohemi me rrëfimin e radhës. Në fakt një rrëfim tepër i dhimbshëm, një rrëfim jashtë normales. Ajo që do të dëgjoni sonte është e padiskutueshme. Domethënë këto letra që unë i kam në duar, mi ka shkruar një zotëri. Ai ma ka sill historinë në email, unë e kam printuar dhe dua që t'ua lexoj unë. Bëhet fjalë për një histori dashurie pak çnjerëzore. Domethënë, gruaja e tij është martuar me zotërinë në fjalë, ka krijuar një lidhje dashurie, jetojnë në Itali, janë nga Shqipëria, ka ikur te dashnori, burri ka shkuar e ka marrë përsëri, ajo përsëri ka ikur duke patur 3 fëmijë dhe ai përsëri ka shkuar e ka marrë. Do thënë është pak e palogjikshme, por do ta kuptoni pse vije gjitha kjo gjë dhe uroj që ta shpjegoni edhe ju bukur me komente këtë ngjarje. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër të pazakont, jam një djalë nga Shqipëria. Me origjinë jam nga një zonë e Elbasanit, por jetojmë në Itali prej vitesh. Vajta 27 vjeç edhe akoma nuk isha martuar. Nuk them që nuk kam bërë jetë të lumtur, kam patur dalje me vajza, kam patur takime miqësore, kam patur dashuri, kam patur jetë nate me shoqëri. Por asnjëra prej tyre që unë e takoja nuk i ngjiste natyrës time. Ishte e pazakont. Nëna dhe babi mendonin që unë do të mbetem pa martuar. Halli i tyre i vetëm dhe më i madh ishte vetëm martesa ime. Dhe një ditë prej ditësh, më telefonon që më kishin gjetur një gocë nga një fshat i joni afërt, shqiptare. Në fillim nuk doja që të kem lidhje me të, por insistimi i prindërve ishte shumë i madh sepse tezja ime kishte një shoqëri të mirë me nënën e vajzës. Në rregull, pas një insistimi të gjatë, më detyruan që të vi në Shqipëri dhe ta takoj. Erdha në Shqipëri, e takova, në pamje dukeshte vajzë shumë e mirë, dukeshte vajzë e dashur, me sy të gjelbërt, e bukur, tërheqëse që të bënte të dashurohesh që në momentin e parë. Dhe unë pa e menduar 2 herë, i thash vetes, nuk do të thuash asnjë gjë, një gocë të këtill nuk e gjeje dot, ky është fati jot, prano. Dhe kështu u bë. Prej asaj dite unë qëndrova vetëm 3 ditë në Shqipëri, sepse aq kisha mundsinë, dhe u detyrova që të kthehesha në Itali. Fejesa shkoi më së normale, bëm edhe dasëm, ishim të lumtur tepër shumë. Kur erdhi ajo në Itali të jeton, fillimet ishin shumë të rënda, sepse atje në fshat të paktën shkonte tek komshinët, pinte një kafe, këtu jetonte e vetme dhe nuk ambientoheshte dot. Dhe për të mos u mërzitur, pasi e mbaroi kursin e gjuhës italiane dhe po bëheshin dokumentat, unë e futa tek një shqiptar nga Kosova të punonte në të zezë. Ajo filloi që nga muaji i dytë që të ndryshonte. Me mua silleshte keq, ishte tepër agresive, nuk e kuptoja çfarë po ndodhte, dikur shumë e lumtur, tani shumë agresive. Dikur nuk i rihej në Itali, tani luftonte të mos kthehej në Shqipëri. Fillova unë që të dyshoja dhe duke e ruajtur në punë, e kuptova që ajo kishte ndërtuar një lidhje intime me të dashurin e saj. Kthehem në shtëpi me gjakun e nxehtë të një burrit dhe i them që unë do t'i telefonoj atij të saj dhe ajo të kthente për në Shqipëri. Por unë bëra një gabim në Itali, sepse për shkaqe dokumentash
dhe për një histori X që nuk mundem ta them, unë një shumë të konsiderueshme të pasurisë e shkruajta në emër të saj. Por gjithsesi, nuk dëshiroja as ato lekët. Le t'i merrte. Në momentin që i bëj të jati telefon, i jati më kërcënon së bashku me 4 vëllezërit e saj dhe më vinë në Itali. Shkojnë e marrin vajzën nga zotëria edhe e sjellin tek unë. Unë isha i detyruar që ta mbaja, sepse vëllezërit e vajzës kanë një të kaluar të keqe. Kaluan 2 muaj, vazhdoi marrëdhënia mirë dhe unë mendova që ne të dy u rregulluam dhe hajt le ta harrojmë këtë gjë, ka bërë gabim. Pas 2 muajsh kjo iku përsëri tek pronari ku punonte, sepse kjo punë nuk e la kurrë, nga që nuk mundeshte të ri pa atë. Atëherë unë përsëri telefonova t'jatin dhe jati përsëri e solli në shtëpinë time. Ishte kërcënimi kundër drejt meje. Derisa ajo mbeti edhe shtatzën. Sot është në muajin e 9 të lindjes. Dyshimet janë të mia shumë të mëdha që ajo akoma mban marrëdhënie me të dashurin e saj, mban kontakte. Dyshoj se akoma nuk kanë mbyllur raportet e tyre. Por, unë nuk mundem që ta lë dot. Babai im thotë që ti nuk mund të bësh asnjë lloj gabimi. Ti nuk je i Zotit dhe prandaj nusja i bën këto gabime. Kjo nga ana tjetër qahet nga mëngjesi në darkë tek familja ime. Nuk e respektoj, nuk e dua, e keq trajtoj, e maltretoj, a unë realisht nuk i bëj asnjë gjë se ne nuk takohemi fare. Ajo është në punë, unë jam në punë. Ne nuk flejmë as në dhomë të njëjtë. Ajo flen në dhomë të ndenjës, unë flen në dhomë të gjumit. Marrëdhënia jonë është krejtësisht e krisur sepse ndjenjat mes nesh më kanë mbaruar. Por halli im më i madh dhe tmerri im më i madh që kam në vete është ky. A është fëmia im ai që ajo ka në bark? Nuk e di se çfarë të bëj, ndonjëherë them që të iki unë dhe të lë gjithçka. Por prindërit më kërcënojnë, më thonë që ti po u largove dhe shkatrove familjen, në shtëpinë tonë nuk futesh dot më, sepse bollu martove i madh dhe i gjithë fshati do të flet për ty që nuk je i Zotit të mbash grua. Ose të kthehesh nga Italia në Shqipëri, ose do rish atje me atë. Ndërsa gruaja nuk më kthehet në Shqipëri, më bën presione, më denoncon nëpër polici dhe mua më janë mbyllur duart. Nuk e di se çfarë të bëj. Ju lutem, më jepni një mendim. Në fakt, kjo është historia e këtij djali, i cili kërkon një mendim për historinë dhe ngjarjen që i ka ndodhur.